Përshëndetje nga një video tjetër me Temu Haul, si që kisha premtuar, më ka ardhur pakoja më e madhe që kam marrë ndonjëherë, dhe sot do t'ja tregoj të gjitha ato që unë kam zgjedhur. Ndërkohë në description box do t'ju lej edhe një kod përkatës ku mund të përfitoni kupona ose produkte falas tek Temu. Fillojmë pa humbur kohë, po fillojmë menjëherë me produktin e parë që është kolltuku që unë jam ulur. Këtu anash po ju lej pamjen se si duket kolltuku, sepse tani nuk do ngrihem, i kam të gjitha gjërat këtu. Por mund të them që jam surprizuar, erdhi i gjithë i mbledhur dhe tani është një kolltuk i vërtet, do ta përdor sidomos në momentet që editoj dhe është shumë i butë, mund të përdoret edhe si krevat tek, hapet dhe aty mund të fler një person pa problem fare, kështu që 10 nga 10 cilësia dhe për çmimin që kishte, ja vlen. Tani fillojmë me produktin e radhës, po fillojmë me të parën, është një nga këto gotat estetike. Faktikisht kam marrë 2 si kjo, por një e përdora sepse piva kafe dhe po ju tregoj këtë që nuk e kam përdorur akoma. Ka këtë pipzën e qelqit, të cilin nuk do ta përdor, them të vërtetën, se kam parë shumë video që janë të rrezikshme, por gjithsesi kështu për foto dhe për video duket shumë estetike dhe ka këtë formën e veçantë. Për kafe është ideale, për kafen e mëngjesit edhe kafen e ftohtë që unë e bëj në shtëpi. E radhës janë këtu, janë qëndisje, unë thash që xhinset e mia nuk u lanë, dhe si përfundim kam vendosur që ti qëndis, kam marrë një pako me të tilla për t'i vendosur nga pas dhe për të mbuluar të gjitha papastërtitë dhe defektin që pantallonat e mia kanë nga pas. Ngjitur përsëri këtu kam shishe dhe këtu kam makinerin më të veçantë që keni parë ndonjëherë. E kam nxjerr nga kutia sepse sot bëra dhe videot për Temu dhe thashë t'ja tregoja edhe ju. Është një makineri për të bërë ujë me gaz ose pije me gaz në shtëpi. Është shumë praktike, shumë e thjeshtë, siç e shikoni është e lehtë, mund ta mbaj me një dorë. Dizajni më pëlqeu shumë me silver, edhe me zezë, edhe më shkon edhe me ambientin e shtëpisë. Vjen me 2 shishe të tilla, shishet janë hermetike, të mbyllura me kap. Dhe janë plastike, por e mbajnë shumë të freskët ujin. I provova pak, i testova sot dhe ishin vërtet shumë të mira. E vetmja gjë që kërkon kjo pajisje është një bombël e cila vendoset në këtë zonën këtu. Dhe mjafton të shtypni butonin pastaj dhe të gjitha pijet tuaja bëhen me gaz. Dhe kështu mund të bëni pije të shëndetshme në shtëpi pa u dashur të bleni pijet e marketit, të cilat mund të kenë shumë sheqer apo shumë përbërës të shtuar, të cilët nuk janë as pak të shëndetshëm. E radhës është kjo këtu. Është një rjet për lavatriçe, nuk e di nëse ju i lani atletet vet ose jo, unë i laj vet dhe më mungonte një e tillë në shtëpi. Është me zinxhir, e mbyll, i fut atletet brenda dhe i lan në lavatriçe. Diçka funksionale, jo vetëm gjëra qefi. Tani këtu kam veshje dhe aksesor, të cilat i kam marrë me shumë dëshirë. Të parat janë këto syzet këtu. Janë super të mëdha, janë nga këto syze që kanë dalë tani super trend, nuk e di nëse e keni parë. Si të saj doktorash. Qëndrojnë kështu. Tani, mua këto më pëlqejnë shumë, unë e di që shumë pak njerëz mund t'i vendosin e mund t'i pëlqejnë, sepse janë vërtet shumë të mëdha, por në kombinimet e duhura duken shumë stil dhe unë mezi po pres t'i përdor. I kam përdorur një herë, mos mendoni se kam dhuruar derisa të bëja këtë video. Por e di që do t'i përdor dhe shumë herë të tjera, sidomos sepse janë të zeza, janë të mëdha dhe kombinojnë shumë mirë edhe për në pjesën e verës pranverës, por edhe shumë mirë për në dimër. Tani po vjen vjeshta dimri dhe unë mezi po pres që të bëj kombinimet e mia. Vazhdojmë me të radhës, janë pantallonat më virale të momentit dhe me çmimin që kishin, cilësia që ka erdhur më ka surprizuar. Janë bermuda të zeza, të thjeshta, materiali shumë i mirë dhe, siç e thash edhe pak më parë, nuk e prisja që do të vinin kaq të mira. Më rinin fiks ashtu siç e prisja, prerja ishte fantastike, edhe nga pas të tregonin shumë mirë dhe është një material i cili nuk merr pushje, shumë e rëndësishme sepse unë vuaj shumë me të zezat,
të cilat marrin push dhe më bezdisin shumë, edhe kur i lam bëhen akoma më keq dhe ky nuk është rasti, kështu që le të themi që me këto pantallona godita në shenjë. Vazhdoj me disa tops, pra për pjesën sipër. E para dhe preferuara ime është kjo këtu, është në materialin saten, ka këto mëngët, edhe ka këtë dantellën para që e bën shumë të bukur, shumë klas, dhe kombinohet me çdo gjë sepse ka një ngjyrë të veçantë, me lidhje këtu tek pjesa para dhe ishte shumë komode. Edhe këtë e kam provuar dhe e kam veshur dhe më pëlqeu shumë dhe ka dhe këto kopsa të cilat mund t'i hapësh dhe mund ta mbash edhe si këmishë të hapur, nëse do gjithmonë. Dhe mund ta mbash me një bluzë poshtë. Është një bluzë e thjeshtë, bazike, minimaliste, që vjen me kraun kështu, pra disi asimetrike, e zezë thjesht për përdorim të përditshëm. Materiali ishte 7/10, nuk ishte materiali më i merimueshëm dhe e prisja që s'do ishte, por gjithsesi thash po jap një shans. Dhe e fundit përsëri në materialin saten, në ngjyrë shampanjë, është kjo kanatierja këtu me dantell. Edhe kjo më rinte shumë mirë dhe më pëlqeu. Edhe nuk është shumë e gjatë, pra kombinohet shumë mirë, sidomos me këto pantallonat me shtatelar që unë kam, ose me fundet që unë tashmë i kam. Mbarova me anën këtej, vazhdoj me anën tjetër. Këtu kam marrë një set, i cili ka një maskë gjumit, i cili nuk e di kur do ta përdor. Ka Jade Roller, që është për masazh fytyre, sepse dua të bëj më shumë masazh fytyre, ta tonifikoj pak më shumë fytyrën, duke qenë se me trupin po merrem, por edhe fytyra e vere që ka nevojë dhe më përpara kam bërë shumë masazh dhe këto kohë kam lënë pas dore dhe mora një gua sha të re, është kështu në ngjyrë roz, po s'ka problem, gjithsesi shumë e bukur ishte edhe kjo, më pëlqeu. Këto ishin set, i mora të gjitha bashkë. Këtu kam jo një, po 2 pako plot me janë maskat e syve. Këto janë hidratuse dhe këto të tjerat janë me kolagjen për t'i përdorur për ditë, sepse sytë e mia kanë nevojë për çlodhje dhe vërtet e verë që kur janë pa gjumë bie direkt në sy. Blerja e radhës është një stativ, por ka këtë ndriçuesin, i cili kishte të veçantë lëvizjen e lenteve, ka lenten e bardhë dhe gjithashtu vinte me 4 ngjyra të tjera që janë këtu, për të ndryshuar ngjyrën e dritës, me karikuesin e vet, shumë praktik, më duhet më shumë ndriçim në shtëpi, sidomos kur bëj content dhe kjo ishte zgjedhja ime më e mirë. Dhe ëmbëlsira për në fund, një iPad. Se disa minuta e bërë atje. Po e hapim iPadin, i kishte të gjitha detajet, iPad thash, një tablet, më falni. Një tablet, ka karikuesin e vet, është i vogël në ngjyrë të bardhë, është këtu, tani unë e hapa, e montova, e testova, sepse kam bërë dhe video. Mund të them që ka një cilësi 8/10. Nuk është cilësia më e mirë e mundshme, po për çmimin që kishte, ja vlen. Kështu që më e mirë është që këtë mund ta përfitoni edhe falas në porosin tuaj të radhës tek tema, nëse përdorni kodin. Dhe kodi funksionon, sa më keni shkruar shumë herë pyetje, thjesht duhet të kuptoni diçka, asnjë biznes nuk jep çdo gjë falas. Normal, në momentin që ju keni ndërmend për të bërë blerje tek Temu, hyni tek aplikacioni, vendosni kodin, merrni këto gjërat falas, merrni dhe ato që ju doni të merrni, që keni pasur në plan për t'i marrë, dhe ja e bëni porosin dhe i keni të gjitha. Tani ndoshta duken shumë pak, po mendoj se është porosia më e madhe që kam bërë ndonjëherë, sepse dhe më ka kushtuar më shumë se asnjëherë më përpara. Unë çmimin do t'ja vlet të shënuar këtu anash, sa ka shkuar totali për të gjitha këto, dhe ajo që mund të them është që cilësia e të gjithave ka qenë shumë e mirë këtë herë, pra nuk jam zgënjur nga asnjë produkt që është shumë e rëndësishme. Kështu, kjo ishte videoja për sot, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Ndoshta kam folur pak më shpejt se zakonisht, por nuk doja që të rria të hapja pagon, i bëra pothuajse të gjitha gati, që t'i kisha praktike dhe komode dhe ju t'i shikonit se gjitha se çfarë kisha marrë. Nëse diçka nga këto ju ka pëlqyer, mund ta përdorni edhe ju kodin, mund të hyni tek Temu dhe mund ta merrni. Kështu,
Mos harroni të bëni një subscribe sepse është shumë e rëndësishme për mua dhe kanalin, dhe normal që bashkë do të shihemi në një video tjetër që do të jetë një vlog, besoj, dhe derisa të kemi një temë haul të dytë, pse jo. Ju puth edhe shihemi në videon tjetër.